Ministri i Infrastrukturës dhe Energjisë, Enea Karakaçi, ka folur për kostot e aksit Milot-Balltren. Karakaçi ka deklaruar se ka patur një dezinformim në publik, si nga opozita, ashtu dhe nga mediat, për kostot e ndërtimit të kësaj rruge. Që për momentit që kemi shpallur fituesin e projektit për ndërtimin e rrugës Milot-Balltren, kam vënë re me keqardhje një tendencë për dezinformim lidhur me kostot e ndërtimit të kësaj rruge, që vjen si nga krahu i opozitës, ashtu dhe nga disa media të painformuara siç duhet. Është pa justifikueshme që ata të cilët përfaqësojnë publikun apo informojnë publikun të vazhdojnë të bëjnë të njëjtën gjë prej vitesh e vitesh, duke trajtuar kilometrin e rrugës si një metër stofi apo pulhure. Nuk është një gjë e gatshme që shkojmë me marrim në dyqan. Është territor i cili nuk është askund i njëjtë. Ka fush, ka mal, ka gjeologji të ndryshme dhe sipas karakteristikave të territorit ndryshojnë dhe kostot. MTEA i sqaroi se një kontratë koncesionare nuk përfshin vetëm kostot e rrugës, por dhe operimin, mirëmbajtjen në rutinë, sistemet inteligjente, tarifimin ekonomik, si dhe mirëmbajtjen e thelluar për një periudhë 35 vjeçare. Në një kontratë koncesionare, pagesa përfshin edhe operimin, mirëmbajtjen në rutinë, sistemet inteligjente, tarifimin elektronik për një periudhë 35 vjeçare dhe mirëmbajtjen e thelluar. Çfarë është mirëmbajtja e thelluar? Ne kupton që pas një periudhe të caktuar, rruga do të rivishet edhe një herë me asfalt për të ruajtur standardin e kërkuar. Shifra e përgjithshme për 364.7 milion euro është vlera totale e kontratës koncesionare 35 vjeçare, e cila përfshin projektimin, ndërtimin, sistemin elektronik të tarifimit, operimin dhe mirëmbajtjen. Ndërkohë që kostoja e ndërtimit të autostradës është 182 milion euro. Ministri sqaroi se projekti përfshin 2 ura të reja, tunel, rreth 9.5 kilometra rrugë dytësore, sistem elektronik dhe 5 nyje disniveli.